Kjo I tha plakës, më falë për shprehjen pushore më nderë. Ai thash, çe doktori, thash, qelpsini, ja thashte, edhe kisha bidon në ujë ty përpara, e laga me ujë. Kjo s'po vinte, dalë rruga, s'ka. Hiki më poshtë, ku shifon aty në mes lagjes. Kjo e kishte lajmëruar policin, thash, o goc, je tu në burg, ç'a të bën ari? Ka përqyse ke porta dhe rrisha deri sa ikti 100 metra që ishte kthesa që shifsha mo. Hese, pa bonte mu me dorë. Jo ç'keti deri mars do punojon. Rriti. Futi burg. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do hap dritaren për një 45 vjeçar. Ai është babai 2 fëmijëve dhe aktualisht ndodhet me arrest shtëpie pasi bashkëshortja e ka denoncuar për dhunë në familje. Bëhet fjalë për Ervin Dervishin, dashur miq, I cili kërkon të hyjë këtu në live me Odetën për të denoncuar ngjarjen e rëndë. Por çfarë ka ndodhur? E dëgjojmë në këtë momente nga 45 vjeçari. Ervin, përshëndetje. Uno. Përshëndetje. Ne kemi folur të dy në telefon, por tani po shikohemi ballë për ballë. Ti je me arrest shtëpie. Ç'a ka ndodhur? Ç'a ka ndodhur? Do me thënë, nuk e di as vetë se si ndodhi, po ndodhi, nga që unë jetoj me plakën, si duket nuk do plakën ke shtëpia. Se iku plaka në nëntor, iku ke vllai në Itali. Kur erdh plaka, do me thënë që folëm telefon me plakën, sa do vi nesër mbrëmje, dil sa rrinas më prit. Okej, thash, edhe I thash nusës, nesër thash do na vi mama, se kështu I themi ne, ka do na ardh mama. O, po thash, doja, tha, mirë ishte atje ke gjenti, tha, 30 atje. Pse I thash, qa punë të prish ty mama, thash, për kundrës e në nërimon, thash, në pensionin, nëse vëtëm I rogë, që punoshon, 3 veta, 4 veta, ne, me gjithë dismite dhe, jo. Nese, kalun një 10-15 ditë, se kjo punonte, unë rrishe me kalamajt ke shtëpia, kupton? Si quhet? Se unë punosha me firmë italiane këtu që boshin s'kafe deti. Ky u transferu nga Sufi, iku në qytet Renia. Më dëgjoj, Ervin. Unë mjet me shkuetjes kisha. Ervin, të lutem, më lejo të bëj pyetje që ta kuptoj unë qartë historinë. Ti je me arrest shtëpie pse? Të ka denoncuar nusja, nëna e fëmijëve? Ka denoncoj për në polici. Bona 3 muaj e gjys. Për çfarë të denoncoj? Për dhunë? Për dhunë, po pa dhunë fare. Pa e prek me dorë. Vetëm se e kam lagë me ujë. Do ma tregosh konkretisht çfarë ndodhi atë ditë që e vajti në polici? Një natë përpara I po darkoshëm unë, nona ime dhe nusja me gjithë kalamajt. Kalamajt ishim nga, si themi ne sot, shkunar ishim pozhim. Edhe plaka jemi I tha çunit vogël, ama I tha, mot keqe nona, tha se di por, se kishte hyp sipër aty në divaneve, sa I thënë koltuqeve. Po. Kjo I tha plakës, më falë për shprehjen pushore më nderë. Unë isha ti në tavolinë. Ai thash, çe doktori, thash, qelpsini, ja thashte, edhe kisha bidon në ujë ty përpara, e laga me ujë. Edhe lash plaka 54 vjeçe, ja është. Përshëndetje. Lasa nuk shikon, nuk. Edhe se mori, nuk e kuptoj muhabeti se kësi ishte, edhe unë hudhe lukën të në tavolinë, dola jashtë të pi cigare. Hari ndonë sa më bukë, mirë thashë të haj. Edhe nuk u futa më në kuzhinë me bukë, kjo fut me kalamajnë dhomë edhe unë, po të njëjtën që shkova në dhomë, fleta gjumë. Nesër në gjesu qova si për dit, I bona kafe, një ngrofa qumshin, që të ikten punë kjo, punon të këtu diku me roba qepsi këtu afer. I bëre kafe ngruas, të kuptoj. Po për dit, 3 muj, 7 vjetë me te unë, 3 muj punoja ja. E mori një kushëria jo nga këta rrugët me vete. Po? Tha mu rriti tha me kalamajt, se në mars e këshim bon fjallën gjabë me një gocën gjajt tonë me ikë për Gjermani. Rritha dej në mars ti tha, do punoj unë tha, rriti shpi tha, në regull. Edhe të nesme një ikun punë kjo. Unë nejta me kalamajt ke shpia, edhe me plakën, kur vjen mas ditën në orat 4, sa që ora, unë isha në dhomë, tu pa televizor, kalamajt ishin këtu për jashtë në borë, se kemi shtëpi private në borë me plakën. E I thashun, Milka erdhe, erdhen, I thashun, shumë me turia ja. Erdha, mirë thashun, shif kalamajt, unë shkëjdek e berberik, qethën. Hik më thamu, a hika unë. Shqyqyr që loj që unë nuk gjeta shumë rralla dy kërberë 1-2 veta sa ishin, marova punë shpejt kërë këthejmë shpi, kjo kështë të mori taksi, kështë po gati valigjet, me i ka I motër këtu në gjavzotaj. Po? Me hika jo. Gjasë me fletet natit e motër, atë nesër me mjesë me me fugone me I për tipër, se prindit e vete tje I kam për shkopi. Me I fshat për shkopis. Po mirë. Thash mos u bërë.
Por do ikte Mos po budallaqi i thash më falët edhe i puna supin tim ke supi e sajt edhe i puta kamës. Po budallaqi thash që ishte që leta sonde tash me i bagazh plot me rroba. Thamë jo 3 sonde thash se vjen SMS prapën. Tash niti marr rrobat, i futa me në borr. I dhash 5.000 lekë atij taksixiu se këtu afër është mas 100 metra nuk rrin taksi këtu. Ngriti dur nalt, i tha ju e dini, tha falni edhe ikuaj. Edhe un kam ca pulluma. Unë nisa për ke pullumat me i myllë se ishte të ershu, se i hanë macet. Tha mu mirë të shkoj dhe ka është dyqan lagji këtu, dreke jeni, tha të marë patatina një molto për kalamajt. Edhe në pik, tha shmeri. Edhe unë i kam rapa shpis, myllë të pullumat, bona i cigare, prisat vinte, që të më gjente robat boja durë si isha qeth. Kjo s'po vinte, dalke rruga, s'ka, hiki më posh, ku shifu në ty në mes lagjes, kjo e kështë lajmëru policin, atë të sjagut, edhe makina policisë, tash natë, mos kalojnë ato makina që njëtën për shja kalojnë shpejt, çuna deri, mos ndoshta në makinë ka përplas në fëmijë, edhe i ka me vrap. Mu ke polia tha ky është. Tha mos ja kalove Ervin, mirë. Tha ai shefi tha do vish me çik me në komisariat. Pse i thashun tha mu të ka denoncuar unë se tha për domun. E ju ktheva kësaj. Ori çat bonari, ku të preka, ku të rafa. Së në flisë më rritën të më paksu. Ori fol, ishin 3 ato efektiv sjagut. Fol, thash çat bona. S'flisë, mirë tha ato, hajde se ikim sjaromi komisariat. Ervin, po më duket pak e çuditshme. Do të thënë që ajo ka shkuar në policinë të ka denoncuar. Do të thënë çka ka ndodhur? E ka marrë telefon nga dera shtëpisë. Ajo donte të ikte prej teje, të ikte te prindrit. Do të thënë ka pasur ndonjë konflikt që ajo donte të ndaje prej teje? Jo, asgjë. Vetëm pse i tha plaga, ofendoi plagën, unë e laga me ujë. Kur sa ke shtëpia vet ka qitur edhe konflikt, pse po? Ka thonë ka ardhur policia këtu, ka thyr dyrë, se Ervini ka qetë tap, nuk i hapte derën e nek, ne unë kam shkuar vetë ke policia. Dhe këtë do ta verifikojmë. Po, jo sot, ditë tjetër. Por në polici çfarë ndodhi atë ditë? Ti u shoqërove nga policia se të kishte akuzuar për dhunë. Morën po mua ato, më çuan shjak, ke rajoni Shjakun, futën aty poshtë ku i kanë vendet që majnë to, edhe kanë marrë te pastaj nusën me kalamajt. E unë janë gjosha zonën edhe i bërtica, o shefi, hape derën, vjellon të flasë, qa ka nëllë, se si kam bëjë gjë. Riurti, thoshte, pushoti, kjo e kështë thënë, ka gjujt me telekomand në kokë, edhe më ka tërheq kraun dhe më krau. Aty në rrugë. Me anë të ekspertizës mjekoligjore, ju gjetë në një shenjë në trup? Ja, pa se ka bëjë ekspertizë mjekoligjore, se të nesë, si që atë natë, ka hikë për dibër. Ka shku për dibër. Kur ka zgju plaga njes, i ka gjetë tu. I ka thonë që, po tjerë se, kjo asë se kuptoj fare mohabetin që kjo më kështë qumë në polici. Se ishte smu për vete, ishte ratë. E kuptoj. Hëj Milka i kështë thonë, nuk pasi i ka lamë punë, jo edhe i qikë se të hiki. Po rritë tha plaga ke dhoma, kështë hapë derën kaj që nuk e hapte komplet. Unë kujtova tha se ti e në gjumë. Edhe futa tha në dhomë time. Unë trova, hoqja të robi zhane gjumit, ta vesha të robat të mija të zedat më të veshke. Kur dalë tha se gjej më këtu. Edhe ullë tha duke porta të nej, tash kujtova se ka shku këtë dyqone, tha me morë qumshin, një biskot, një gjo për kalamajt. Kur e kështë morë motra ine pësaj, telefon, se e kështë quni motrës, e kështë pa në gazet, arrestot ED, 25 vjetë sa e kështë shkujt ato, për dhunë familje. Edhe i kështë thonë motrës, më duke se o vini, e kështë për plagën, ku vini ja so shpik, më duke se e kanë arrestu, pse? Për dhunë familje. Por nusja vini kur, so shpik shtonë plagë, ka i. E s'kardë më, me gjithë fëmijët. Ti aktualisht je me arrest shtëpie, pra nuk të lejohet të dalësh dhe je në proces gjyqësor. Po. Ndërkohë kjo ngjarje kur ka ndodhur, sa kohë keti që je me arrest shtëpie? Kjo ka me 8 shkurt. Me 7 shkurt darkët ofendoj plagën, me 8 shkurt kjo lajmëroi policinë darkët, po darkët. Dhe nga data 8 shkurt, nusja Milka me fëmijët është larguar nga ty. Është në kebanesa vet. Ka ikë Dibrë, me fshat Dibrës, Arras. Në Arras të Dibrës. Të lutem, sa fëmijë, duhet të pyes sa fëmijë keni? 2 çuna. Njoni tash me 15 korrik bën 6 vjeç, tjetri me 14 korrik i ditë para se i ka lënë në operim, bë 4 vjeç. 6 dhe 4 vjeç. Ti kontakte me 6 dhe 4. Ti kontakt me fëmijët? Ja, asi lloj kontakti. Mos nuk më lejohet, se pas urdhit mbrojtjes që më ka ardhur ke burgu kur isha, nuk më lejohet as telefonata, as gjë, nuk, domethënë
Në momentin, Ervin, në momentin që ti u ndalove nga policia, u dënove. U qova në Durrës, 72 orëshi, mas 3 ditë pastaj më qitën gjykatë. Gjykata më larës në burg. Sa burg, krebe? Bona 3 muaj gjys. Do me thënë, Titanic e dal nga burgu. E qartë. Tash janë me akoma isha para ca diçka gjykata që mbyllën në këto hetimet me avokatin. Tash jam akoma në rreshtie, tash presim gjyq tjetër kur na thirrë gjykata. Unë e kuptoj qartë gjithë këtë problematikë dhe më duket e habitshme që të mos ushtrosh dhuntë e bashkëshortja dhe ajo ti iki në këtë lloj forme, ndërkohë që ti prej shkurtit s'ke asnjë kontakti dhe me 2 fëmijët e tu të mitur. Problemi asaj ishte këtu, ishte pak dëmbele. Kjo plaka ime mentaliteti këty në 54 vjeçë i kërkon ti çik llogari, jo po pse i kene rroba çu, jo po pse si ke fshi mirë, ose orgot se ke për vete, jo për mua, se i vin rob ju shajni, bëjnë. E kishte çik kështu si me do të fletë gjumë më sakt. Nuk e di. As vetë se di. Ervin, do më Edhe unë as... Po. Më ka kap një marazi madh nga brenda, sepse nuk e di as vetë pse e boni. As vetë se kuptoj se pse e boni. Ti? Tu i thonë për ditë, Milka, shiko, për qilë se ke porta dhe rrisha deri sa hikti 100 metra që ishte kthese që shifsha mo. Hese, pa bonte mu me dorë. Në rregull, falë. E më thoshte mu që ke? Thoshte unë, po më vjetë zorit, hikshtin punë, e unë të rishti, hik sot, thuja saj shefes tate, nuk vi mo, edhe dhe vazhdoj unë punë, dhe shkoj unë atje. Jo që keti deri mars dhe punoj unë, rriti. Më futin burg. Ervin, më lejo të pyes, sa vite martes ke me Milkën? 7 vjetë, kam i për 8. Si e njohur ti? Me 7 maj më i bit kemi bo 7 vjetë, kemi i për 8-ani. Një muj sa u bo. Si e njohur, me mbledhëri apo me dashuri? Me thot drejtën edhe me dashuri edhe me mbledhëri. Se motra kësajt rrinë aty ku rrinë dhe motra ime. Një gardh i vogël i ndanë. Kjo shkon të atje, unë shkosha ke motra ime, se ishte në proces e si për ndërtimit motra ime shpis. Po. Klini mosha. E pasha, atje, pam, dhe më thënë, unë njohëm kështu jesë, fillim. Dhe i tash motra, s'po këtë kush është motra leta, se leta e që i motra. Motra pastaj foli me motrën asajt, ne ishim gati pas tush, po, vetëm sa me bo familjare. Në një farë mënyrë me dashuri jeni marrë. Po. Dhe keni 10 vite martes? 7. Keni 7 vite martes. Si ka mundësi që pas 7 viteve ajo të bëj këtë gjë kur ti e deklaron që nuk e ke dhunuar? Nuk fare, po kanë qenë efektivët e policisë aty, kur e kanë pyet para ty, ne i thash, o goci, e të më qunë burg, qa të bonari, me nerva, qa të bona, e të më qunë burg, fol, po më rinë në shifte, s'fol të fare. Edhe ata të policë, jo me i thonë, o goci, mirë të quni, qa të ka bo? Po, mas i morën mu më futën atje mrena, kanë morë këte pëstajt veçantë atje larë. Edhe kjo ka thonë ka gjujt me telekomandë. Por, të bëj një pyetje, se ti e një më mirë Milkën, ke jetuar 7 vite me të, ke ndarë gjithë shka, keni si një 2 fëmijë, dhe me jetë ti keni të 2 djemë. Ti vetë çfarë pushon? Pse ta bëri këtë gjë? Se di pra. Nuk e di as vetë sepse e bone. Nuk të donte më? Donte të ndahej? Jo, po si ishte se së ndonte më, mund më thoshtë shumë mirë që e dha ose mund të rritë më me ty, do ndahemi, bashkë rrugën tënde, s'ka që problem po. Më thoshtë duas. Por kështu keni bërë jetesën në këto 7 vite me konflikte? Një ditë para se të ndodhe kjo me plakën, ishim shumë mirë. Edhe këtu në lagje kështu kishte thonë që a ditë që ka hikë. Se kërkëse këtë sa isha mirë me vinin, në sa ishte plaka neja shtetit, isha për mrekulli. Sa herë dhe në futin shërë. Po kjo shkret as në gjonë mirë, nuk është se isha vetë prezent. Por pse, ajo për shkak të vjerës prishi familjen? Prishi familjen. Me 100%. Ervin, po si ka qenë jetesa jote me Milkën? Kështu është sjella ajo për e? Shumë mirë. Po tash si çdo familje, edhe debate kemi pas, nuk është se kemi pas debate. Normal e kuptoj, por dua të çdo familje, këtë i thashë në gjykatë, të vëlla, edhe ju që jeni gjyqtarë, prokurorë, ju keni debatën në shtëpitë juaja, se nuk është se bëjmë vetëm ne. Por konfliktet me vjerën, me nënën tuaj, që është 84 vjeç, si lindën mes Milkës dhe nënës tuaj? Për çfarë ziheshin? Ajo 84 vjeç. Vetëm thjesht, pse i thoshte kjo për punë shtëpie.
për punë veshje. Ori thosha çketi, ka herë unë zeshë unë i për ti së kësaj. Çkemër le të vishet, le të nej si doj robë, do rrim 2 orë në tel, do thanë, do t'i palosit, i fusin raftë dhe marrë punë, s'punge. Po jo e non unë për ju, se unë vdiqja, po ja vjen kush, roba tuja mi ven me tasajt, me kalamajve, ku di unë punë pleq. Azari vin t'i natë. Por sa kohë u bë që ajo ka konflikte me vjerën, që në fillim të martesës apo kohët e fundit? Se mua më vika shumë keq që nga prishin familja për konflikte banale. Ja, po thushte qysh fillim, puna i viti, mas i viti, kështu fillun këta. Unë u largova nga kjo shtëpi, mora i shtëpi me qira. Se nusja nuk shkonte me nënën, e kuptoj. Po. Pastaj, si më vdiq plagu, e erdha prap këtu. Në 2022, mos i vdiq plagu, u ktheva prap këtu. Edhe unë jetoj vetëm me plagën, unë vëllezrit i kam anej në Itali, motrat një e kam shak, një rrinë në Angli. Edhe kjo shakut ka ikë në Itali, dhe më thënë nuk kam persona tjerë këtu. Që të kujdesh. Pastaj ka shkuar në gjykat Dibrës, ka kërkuar urdhër mbrojtje atje, me prindrit e vet. Se më erdhi letra mu, jo letra për telefonata nga atje kur isha mrena këtu ke burgu Durrësit, që kërkohesh për gjykat Dibrës për punë urdhrit mbrojtjes. Mora me avokatin telefon, thamë mos ik, thamë mos s'ke lidhje tjetër, ati gjyqit i ke këtë Durrës, thash pun kënë të libër. Atje tha je për urdhër mbrojtje asnjë gjë tjetër. E kuptoj. Edhe nuk shkova. Konfliktet mes Milkës dhe nënës tënde pas kanë sjellë gjithë të konflikt, ndarjen, sherrin, ti ke bërë burgje, akuzuar. Po them se 100% po. Por në një farë mënyrë ti e ke për detyrë të kujdesesh për nënën, nuk mund ta lësh vetëm nënën atë 84 vjeç. Se i thash dhon ku ta çoj, ta fus në varr me zor. Jo herë, po i ka dhënë shumë herë. Kur ishte me ato mend të mira, e kapte në qafë. Kur ishte me ato dretat, së afrote fare, varë si folë. Unë i folë, pse si folë, vinte nga puna në gjete të folë me plagën, më të i viti not, pse rri me nonën, me mamën, ti pse zhje me nejtë me mu. O gosh, po pritere se aty janë me kalamajt. Po thuj se këto kanë qenë shumë arsye pse e ka bërë këtë. Është e turpshme, nëse ajo i ka bërë të gjitha këto sjellje me nënën tënde në formën më të shëmtuar, kjo është shumë e turpshme për Milkën. Nëse ajo është sjellë kështu me nënën tënde. Turpshme është, po, hajde mushi menin Milkës edhe nënës Milkës edhe babës Milkës. Të shi ato kanë frikë, se thonë nga që më ka denancu, më ka fut në burg, me ardhë tu mos i bëj gjë, po unë s'kam dërmen as me i prek i thije flogu, mos e boni këtë gjë, nuk me thot drejtën të ditë i hap mrapa të shisës. E kuptoj. Edhe i kam fut një person tjetër që i ka shku, dhe shpo nga zona vet, nga Dibra. Edhe ka fola im ato, baba vet ka thonë, për ty kam respekt, i ka thonë ati, për mu mere gocën ti me mytë ndrinë, nuk kam për thonë gjusë lafi. Po shko foljer me Ervinin, që do të thotë e? Se unë e bi gocën prapë. Ervin, të lutem, përpara se të ndodhte gjithë kjo situatë, ti kishe folur ndonjëherë me prindrit e Milkës, me babain, me nënën, se duket sikur dhe ata tani të urrejnë, të kanë inat për gjithë. Me thot drejtën, me këtë nuk është se i kam afru shumë, as në kanë afru, as i kam afru. I kam shkuja 2 herë me këtyre 7 vjetëve, 2 herë i kam qekë shtëpia. E ato kanë 2 herë, vetëm kur kanë lind kalamajt, s'kemi pas shumë afrimitet. E kuptoj. Por problematika që ju lindën, ti nuk fole dot me prindrit e saj, që... Ja. Nuk e kam po ditur në herë, Por pas kësaj gjallë. Të thumë pse, ke ne ankosh një gruja jote foli ti, pse të në rëti foli më saj tot. Pastaj zonja Odeta, am duke se qik me probleme mendore. Këtë e thoni se dyshoni, apo e keni vërtetuar se në bashkëjetesë që ke pasur? Jo se dyshoj, po në 2018 po të njëjtën gjë kanë qenë prindrit e mi në Itali. Edhe më marrin telefon, në atë kohë kisha makinën, thanë me dalë në orënon vinte avionin Rinas. E qartë. Vi nga puna unë, punosha vëzhi makinës atëherë, e gjej këtu, kështu ka qenë gusht, gusht. Edhe i thashë në Milka këtu muhabeti, thashë do morë nitin, ma dhe ikë të rrinë se do vinë plej sonde. Mirë ikë, më thamu. Thashë ti mirë, më thamu. Thashë mjull derën, futu mrena, edhe rri. Ishte pa lind fëmija atëherë. Po? Ishte shtatzanë duket 4 muajshe, 3-4 muajshe diçka e tillë. Edhe ikin rrinë asun, kur më merr një komshi këtu në telefon,
ku je, tha mu, o shoku ku je, i thashun Rrinës, çdo Rrinës ti valla, i thashun po të bim pleq. Tha mu, valla, se më ka marrë nusja ime, tha në telefon, se unë nuk jam atje, tha janë larg. Është ke nusën shumë smun. O thashun e lash mirë atë. Si që ka smuna ja, nuk e di, tha. Edhe mora nusën telefon, e kapi kjo komshia, kjo gruaja. Qa ka, thashun? Tha mu, në as vetë se di qa ka, tha këshu është për bukuri, tha, vëtëm dridhet, vërtet, se kështë dalë në për rrugë, të ullërit, të bërtit. Se. Edhe kthehem unë, lashat e nipin atje, me makinë, mor taksi. Po. I lash makinën ti, tha shpiriti i plej, se unë morë taksi erdha shtëpi. Kur e gjej unë, kishtë ardhë motra ime nga Shjaku në burin e vetë, aty në krevat u dridhe, e morë e qenë Shjak, ke spitali Shjaku si fillim. Po. E vizitoj e gruaja, i boni i qetësu si gjithmonë, ishte i gru në mosh, ishte 50 sa vjetë, një shkurtër. E qartë. Tha unë, tha, sa ko ke këtha me këte, tha ti, i thashun 7 muaj, i thashun, pse? Tha mu, për menimin tim, ta them si modër, i jebi durët, tha mu, pse? Vunë, tha, nga skizofrenia. Skizofrenia, e thashun, për shakës, unë ja kam gjutë, thash e me skizofreni, thash, për qa do të thotë? Kështu ka një problem Tha mu, kjo, tha, ngrijet gradualisht, tha. Ta shirë ke mirë aty, tha, ja bobam, tha. Ke fëmiti me këte, tha, jo, i thashun. Tha mu, për menimin tim, tha, jebi durët, tha. Po thash, po pse? Tha mu, ke për ta pas tha gjithë jetën kurriz. Por në momentin e Ervin që ti e zbulove që kishte këtë problem shëndetësor, se kjo është shumë serioze, dhe është fatkeqësi. Jo, është edhe ajo vetë di shumë mirë, ku ja përmendën emra apo ti thosha me skizofreni, mirë tha doktoresa Shjaku. Masa ja ishte budallaqe e bën. Ju nuk e morët seriozisht problemin që ja kishte me shëndetin ndër vite? Jo, se u bosi ma mirë, nesme ngriu mirë, fajt e lam masdore me të drejtën. Po kjo pinte disa ilaçe, mu më thoshe i pi për teroidet. I kam ble, thoshe 70.000 lek, kishte 100 kokra mrena. Pastaj i thashë, mirë, pse se me prapat e kutin për teroidet? Më tha mu, më mirë marim nga këto 2.000 lek, se ku diun që ishin sa... Se kishte dhe teroide. Për teroidet thonë t'japin bëj nervoz. Se ishte në fakt nervoze. Ka qenë sa herë kështu? Jo, vetëm herë ndodhi që dolën në përlagje të partit, po kështu nervoz do bonte shpesh herë. Por kur ishte i qetë Ervin, që ti flisje me atë, çfarë të thoshte? Po, ma bete shumë normale, nuk është se, nuk dosha mira fort në sy. I kam thënë disa herë, hajde shkojmë vizitojmë mirë ke Amerikani këtu në Durrës, ke 8 muaj më kosh ajo. Thoshte, jo, jam mirë, s'kam gjë. Prandaj të pyeta, a ke folur me prindit e saj për t'ia paraqitur këtë problem? Ja. Po ato si duket e kanë majtë dhe ato më duket në qeste gjë. Tashi nuk mund ta fuz durën zjarë që E qartë. e kanë majtë ato, po them se i 90% shpo, e kanë ditë. Ndërkohë, kur ajo Ervin ishte e qetë të kërkonte që të ndaheshit nga nëna, pra ajo do të Jo, se ka zunë me kuj këtë fjalë, jo. Kur? Po të më thoshte të dua, mos u mërzit, ja po në rritën kalamajt, këto do martohen, do hikin, do në lejnë, ne të dy do rrim, këto gjona shumë, nuk është se ka thonë njerë nuk të du mos, se do ndam, se do bëj do kthej. Pra, ti e ke kuptuar që ajo të ka dashur, gjithmonë. Po, me atë menje kam hec. Edhe ti sigurisht e ke dashur, se është nëna e fëmijëve të tu. Normal, derisa e masha, unë prate du. Pra ne i kam qullë njerëz ke shtëpia, të vinë shtëpi, as kam përtjazu me goj fare vetë më bet. Ervin, unë dua të pyes, të ka marrë malli për 2 fëmijët? Fort. Ate po i thosha plakës parë, isha të mush depozitet e ujtit, se i kemi me të ne në fshatë, jo dhe qyteti ka depozitet atje shparë, mikshin lotët, qashe kështu me vete, katë. Si s'ka marrë malli. Po fëmijës si reaguan atë ditë kur u ndanë, që erdhi policia dhe më pas ajo u largua për në ditë? Ato, ajo i mande për dore këshull, ishte më 7 ke muaj, se ishte për i strata policistë. Unë i drejtova kësajt, o goci, thash, qatë të bona të i bërtit, se jetu më qumë burg, se e disha ligjin, jetu më qumë burg, i folë, qatë bona. Hecë dervishëm, tha muj, se Ervin dervishëm e kam unë, hecë dervishëm, hecë seromi komisariat. I këshin marrë telekomandën e aparatit digital, si provë materiale, kur e pash atje ke ekran, ke tavolina atit më shefit, o po gjësë që janë këto, se e kam pas njët me njët, se unë se ma këshin thy kalamajt. Thash po, me vetën ti, me instikti, thash po telekomandimi që do këtu. Kur më tha i shefi, pëste tha, deklaroj, tha, firmos leta, thash qëtë letës firmos, thash që me hik burga. Jo, tha mu, po këto që ka deklaru nëse ode. Po thash, to që deklaroj, që ka thonë, thash, ka thonë, tha, ka të heq kraun, edhe më dhem krau,
Do thani kam tërheq krahun, ose kam tërheq fare, më i kam vu supin tim, ke supi asaj dhe kam si ishte burri ujë taksi aty. Është dëshmitar dhe ai se e njohë nga këtu. Po, policia i ka marrë ta dëshmitar si taksisti nënën tënde? As ka pyet njeri. As ka pyet njeri. Para 3-4 ditë që isha pa qef. Po? Do më thënë qik që cigare, kafe nga mërzitja. Edhe mora këte plot fuqismin e zonës telefon. O shefi thash, jam pa qef, du me ik thash ke spitali Shagut bëj surum. Hik më thamu. Po me qa do ikësh thamu? I thash unë po diresen s'merë më qoti. Ose të marrë taksi. Merë tha taksi hik. Shkoj ke spitali Shagut, unë shkoj ati, thash asaj doktoresh, ishte gocë e re. 24-5 vjeçë, diçka aty. Qa ki, thash unë thash kam marrje mens, thash nuk jam mirë, kam siklet, thash pa hongër jam, thash nuk e di, thash bëj surum. Shtriun thamu aty, prunë atë qesën. Si e ke jemen tim, thamu, thash unë Ervin Dervishi. E mirë, thamu, vuni agon, po nuk e ngullin ta marë, vëtëm këshu dhe atë lekoplasin sipër. Edhe hiku. Si e ke jemen tim, thamu, i thash unë Ervin Dervishi. Vëtëm ku shkoj lajmëri policinë, si duhet emri im ke spitali Shagut. Se si ku e mori vesh isha unë arresfia. E qartë, e kuptoj. Erdi policia, por ti kishe marrë leje? Erdi pukoni policist, po 3 copa to. Si e kalove Dervisho, qa ke, thash unë jam s'mun. Hajde, thasë mirë je. Si e thash mirë, thash unë ka morë, thash ke durimi, thash leje, thash, do bosh sërum. Qo, më thamu. E deshme në qurë rajon. Më prunë ke shpia. Mos din më thanu. Merë tha, më blanë atë numrin e, që i thënë, të operativit sajt, që i thënë që shë... Të zonës. Na merë nene, thënë telefon, tha kur ti është në i halë. Edhe unë David i mora prapë, po vla, thash nuk jam mirë. Du ta bëj sërum, thash i qetësu si gjë, nuk jam rregull. Tha Dervisho, tha merë 127. Mirë, thash, një dira 127-ës. Ajo më tha mu, ku u krim ti, thash unë suk. Qa ke, thash tu. Merë tha i qikos, përzije me krip, tha, i dhi krip, tha, pije, tha, se të qetëson. E një të morë prapë të Shagut. O shefi, thash, po kur ju marim gran telefon, vini me sekonda, thash. Kur ju marim ne, thash, që kena halë, jena smun, shani kokë fare. Dervish të na mërzite, tha. Ervin, tani a je mirë të pak? Sallë operative e Shagut. A je mirë me shëndet? Dervish të na mërzite. Je mirë me shëndet, me sa kuptoj ke pasur luhatit e tensionit. Tensioni, pa hongër, më shumë vetëm kafe cigare. Pa gjumësia. Kjo nuk të bën mirë. Pa gjumësia është të çmen fare. Ervin, po nëna çfarë thot? Se ma tregove nënën edhe me erdhi keqe bash në atë situatë. Po çfarë thot? Si është shkëndë? Me zor lëviz, me baston. Të shikuta qojë atë, të nxjerr rrugë. I më thot këtë shimu, më ka pason sa e hike goca tuja, hike quna tuj. Po shfike i non, thoshtë, më do vdes tu. Këtë shpijës, nuk du të vdes ne për Itali, thoshtë, të fusin në për frigorifera ne, du të vdes tu, mu më ka ardita me vdek. E sa jam. Hik, thoshtë, hika ne. Nuk e donë të këtë mu me pak pjarë. Si quhet nëna? Me leqja. Zonja Meleqe, si e me shëndet? Si e me shëndet, thot? Ja, shqip, të hec me shkop. E kuptoj. Nuk mund të heci. Por, çfarë ndodhi mes teje dhe nusës? Që ndodhi mes meje? Nuk di që të them. Në unë jem habit, këj shkoj mu që. Ajo shkoj këtë dyqoni, me blejt kalamajve. Unë isha s'mu në rashrat. Kër unë reshmjes, e kësha arë policia. Kështë morë darkët mu? Kështë morë darkët mu policia? Kështë morë darkët për... Kështë arë policia, atë jem fund lagjës. Aja ka thonë se ka arë policia, ka ty portën, ka ty derë, asi njohë, nësë njohë. Qa të ty në mjesë? Mjesë a jam tha mu, të shu ngrejtë për, pësi ngrejtë kalamajt ka qerët. Tha mu, i ngrejtë të se me do dali jashtë një vogli, do boj urinën. E mirë, u fut me puti. Unë të do bëne gati do hikim punë. Mirë, të shonë, leje vinit. Vini kështë hikë në burg, unë thëshë leje vini. Ti nuk di asgjë që djali kishte përfunduar në burg? Jo. As nuk i ka tregu? Nuk më tregoj. Kur zaptoj derën këshumë, pas shifë shë kërvati, no.
Nejtë sa nejtë të shë nuk e hikën puna, nuk hikën të rri shpit maj kalamaj. E në hoqë të këtë që kësharan në gjumë, këtë dhoma, të shdesh ditës, këta, zezë. E qartë. Kështë hikë. Morë dy kalamaj, kështë hikë. Vali që ti ka që dhe e ndarë, i ka hypë taksi. Por çfarë zihesh ti me Nusen? Nuk më dojtë se jem me vjetër. Je vjetër. Unë i kërkoj shëllëgori për pasërti, për regull. Nuk e du mësimin të të. Po thësh, pas deshët temin me të lagjës që rrinë. E në ne pësët në qeshin ato leve, i në dy. Sa të kene mundësi unë me shkop të bëjmë një punë. Po ti do me shpasërtim se je re. Kështu është sjell gjithmonë me ty ajo? Gjithmonë, sa ka hy me këtë nuk më ka desh mu, e nuk më qenë ma mirë, them. Nuk ka desh mu. Këti këm një mund të mu se jam së mund, ajo thojtë, pse një ma, pse full me te. Ishte dhe më thani qikë kështu. Them drejtë dhe që turp nuk është, në shpitime kam bo punë, po 3 muj e 7 ditë që punoja, jo, nga 7 vjetë. Sa kam nejtë në shpit plus edhe kur ishte ajo që ishte shpit, ishte ndarë nga puna unë, bosha punë, ne jo ke baci, ajo një gjë, nese, nuk është të risha kotë. Nuk ka la i lavatrice, il bashkë unë, nuk ka la i enë. Një pjatë që talante, jo, hasim darkë, thosha mu ti, marti laj pjatat. I thosha mu, rrisë, se jam unë esë shpi, laj unë, i e loti. Pra, ti u qosha mjes, i ngrosha gotë në qumshit, ti bëjë rolin e atë gruas mokën e ajo të burrit. Uno? Ti bëjë rolin e gruas ajo të burrit. Ajo të burrit, 3 muj, po vetë, unë i thosha për ditë, çdo darkë, leje punës e shkoj unë, jo, thosha, shkoj mirë me këte, shkoj mirë me atë. Shketi, rriti, ikte në mjetë, më bëndë mu me dorë. Po, gjithsesi, unë do flas shumë sinqerisht, edhe ti ke faje. Le të thoshte Nusja mos punot, ti do punojës, do merri leje nga Nusja, ju të dy mund të punoni. Po, problemi ti o deta që e këtu, se çuni mall nuk e donte kopshtin. Ai sa shkonte në kopsht, ajo bënte teslim me temperaturë, me 40. E kemi çunë 2-3 kopshte privat. Në të 2-3 na kanë marrë në telefon, ecë meri, ose kur i bishin darkë, thoshe majnë një herë këtu se nuk rrinë. Është smurë. Që bëtë që unë e vetëm dhamë të dukshin, të pësu. Pra, donte njëri nga prindit të kujdesej në shtëpi, e kuptova. Du donte njëri, se zbënë. Por, ajo që ti po thua Ervin është që përpos gjithë kësaj ngjarje të rëndë që të ka ndodhur në familje, që Nusja të ka denoncuar në polici, ke bërë burg, je me arrest shtëpie tani, je babaj 2 fëmijëve të mitur, ti e ke falur dhe vazhdon ta dashurosh. Pra, ti kërkon që ajo të rikthehet tek ty. Të rikthehet, po. Pavarësisht se ç'a boni, do t'i harroj çdo gjë, kthehet, po s'du që ta bëj më këtë gjë. Këtë gjë. Po me frikë. Frikë me frikë. Pse me frikë? Çfarë frikë ke? Po e ka e boni dhe po prapë. Ma tha dhe po ishte një shefe atje mrena, kur lashim dhomën e burgit, o dervishëm tha mu, po të kishe bole kështu punë kështë fije ti më tha mu nuk dhe ishte këtu. I thash më shefe, thash kam pas bole ma shumë se kaj. Qa o kjo dhoma, 3x3, këse kështë fije thash kisha 7-80 metra, 100 metra vend. Tha mu ti tha më saroj, tha je për dhëmë familje, po që ta bësh, tha më sa fëmijë ke, thash 2. Dhe ma shprap Nusën, thash po. Tha mu vëllaj, tha, është qik me frikë, tha se tu më burg, tha, unë kam 15 vjetë që punoj, tha. Po, kanë ardhë dhe për zdyti dhe për streti e, tha që i kanë pru. Ose tha do mjus goja, tha do t'i rish një hapë mrapa, tha. Qa do që t'foli, tha, mos e veshin. Një nga dyja, tha, o, bërze, ose rri mrapa. Ervin, ti e bën për hir të dashurisë, pra do që të rikthehet Milka se sigurisht edhe për hir të dashurisë, edhe për hir të fëmijëve. Më shumë për hir të fëmijëve. S'du t'i rrisë, janë të vegjël pa babë. Sa ajo është re, 30 vjetë, nesër pas nesër martohet. Ti maj dikush tjetër fëmijët e mi, kur jam i zoti vetë me i majtë. Ti nuk do marrësh asnjë vendim për divorcin, do presësh çfarë do vendosi Milka. Pa. E dyshoni që Milka mund të rikthehet? Pra, e besoni që ajo mund të rikthehet? Këtë se di, po si mas atit personin që ka fol, ka thënë po. Ervin, ti ke futur një person që njeh dhe familjen e Milkës, edhe familjen tënde si një ndërmjetësues që ajo të rikthehet sërish në familje. Jo, një miku im, një rob im e ka të vetin. Ai s'mje fare mu.
A jeri ndibër, E qartë. ke fshati kësaj. Ne shqiptarët kemi një shprehje që buka që thyet nuk ngjitet më. E ke menduar mirë rikthimin e Milkës në familje, sepse këto janë probleme goxha madhore. Nesër mund të përfundosh prapë në burg, nëse ajo ka probleme të shëndetit mendor dhe të akuzon ty pa të drejtë, siç ti tregon, ti mund të Kështu është e vërteta. Ti mund të përfundosh prapë në burg. E ke menduar të gjithën këtë gjë? Se është fatkeqësi, shëndeti i saj mendor, nëse është vërtet e sëmur, është fatkeqësi e madhe kjo gjë. Dhe ti e ke nënën e fëmijëve. Në rast se do rikthehet, do ta çoj ta vizitoj. Ti marr ilaçe, ti bëj kurën, se ashtu s'e lej mo. Faji është edhe imi që se kam shumë kur e disha, si ma tha doktoresha, po me qenë se u bë më mirë, e lash. Po unë e kam pa disa herë që ju vërshol të plagës time, kështu me ca nerva, ju drishin këto damart e syve. Kur i pushoj, është turpër, është 80 sa vjetë, pushoj, nuk pushon të mbot. E se preksha me dorë. Po me fëmijët si sillej, me fëmijët e saj. Po, me fëmijët. Nëse nuk është si nonë e keqe, po normal, ka e i bërtiste, ja këpuste ka i lavër. Unë do bëj të pamundrën Ervin që të lidhem me nënën e fëmijëve të tu. Unë dua një mesazh që ti ja dërgon asaj. Vetëm të rikthehet shtëpi, ta zesi kur s'ka nëll asnjë gjë. Ditmori kalamajt vishti. Siç du kalamajt e dullate. Që e ke falur për Por gjithçka. me një kusht mos ta bëj më këtë gjë. Pra ti Milkën ke falur për gjithçka? E kam falë për gjithçka, s'ka problem. Shtëpiku i vendos një kusht që mos të përsërisi më të tilla situata. Mos ta përsërisi më këtë gabim. Me shtet, se shteti asnjëherë nuk është shtetin na boni mirë njerë, shteti na ndau. Por nëna Policia, gjykata na ndau. Asaj t'i dha një vit urdhër mbrojtje, la futin burg 3 muaj gjys. Nëse kuptohet gjykata që duhet shkundesh i çik, edhe dole me rreshfia. Ervin, por nëna juaj e moshuara zonja Meleqe është dakord që nusja të rikthehet. Po dakord thot për hatër fëmijëve. Po më shumë mund gjykata prej kësaj m'lan, se ishte vetë shtëpi, kishte kush të kujdesej. Kush të kujdesej për këtë. Po ato 3 muaj që ti ishe në burg, kush kujdes për nënës? Ajo ka dhe probleme me shikimin, më the. Po, këta janë ca kalamaj këtu komshi, ka 3-14 vjeç, i meshin një gjys buke janë 3-4 ditë, ne kile vaj, ne gjohë që i thoshte kjo, këta. Edhe këtu shti. Kur e meshën telefon nga burgu, ku jeri, jam ullë tuke porta, jam shtrik tuke porta, u rëdzova atje, u rëdzova këtu, se vunë dhe pak nga skleroza, ja ka goditi qik skleroza. Sa gjëna. Mosha më 84 vjetë, shkojnë 84 vjetë u hu. Po kur doli ti nga burgu, besoj... Po u trem se erdhen pruni policia, nga burgu me pruni policia këtu. Nuk është se erdha vetë me taksia, po erdhi kush me marë. Ishte detyrueshme të binte policia. Që të sillte në Mas 2 shtëpi, ditë që mësollin shtëpi, mas 2 ditë vjen prap policia këtu që a jam apo s'jam banesë. Tash unë s'kam lujt meç me dal nga banesa. Ja, ti duhet i respektosh ligjet. Pra ti Se duhet di të që dalësh nga porta e shtëpisë, je me arrest shtëpi dhe nuk të lejohet. e kje venin atje, direkt. Po pra, shumë e rëndësishme Ervin të respektosh të gjitha ligjet. Po, unë ditë se pash veten mirë, pash isha zverdh, isha bo kështu, edhe lajmërova atë. I thash, po hajde me tim ço. Nëse ke probleme me shëndetin, patjetër që njoftosh policinë dhe do shkosh në spital, se je njëri. Po më thaj, me çfarë do shkosh? Tash unë hajde çoti. Po u tha unë jam larg, tha merr taksi, me taksi. Në rregull. Ika me taksi. Shkoj atje, ajo lajmëro policinë, vjen pra policia, as shëlluma si kjo. E kuptoj. Merr 127-ën. 127 thot pikos me krip. Ku e diën tash? Kur dole nga burgu, nëna edhe u gëzua, U gëzua normal që u gëzu shumë. por edhe është dhe e trembur, se e pash kur fliste ishte e trembur për ty. Shumë edhe kjo më keq se unë po e vunte largimin asaj edhe të fëmijëve. Qa i bom, thot, unë qa i kam folë në i fjali, kam folë për të mirë. Si ti e din, nuk e di, mosh këty në brezi, i ka një qik këto probleme. Jo, kështu, jo, kjo, unë kushtë kësa i kam përtit, pushori, le të boj qa doj, boj qa doj. Por gjithësia është në jote. Po normal, po, ajtë më të i majtë edhe i qika unë nusës, jo më të nonës.
Pas kësaj ngjarje, vjen Riviera të kanë telefonuar? Tu i thash motrës, të vi në shtëpi. E qartë. Tha unë se di fare se ku është, unë kam 6-7 muaj pa fol vetë me ato. Ervin, ke takuar motrën, kunatën. Çfarë tha kunata? Po. Çfarë tha kunata? S'foli fare, ajo ishte me vjerën e vet, ajo i ka frikë vetë ato. Ajo e myllë i burri vet. Se ka pas thonë kjo imja që Landi ja bë kështu letës, Landi ja ka bë kështu letës, vjera Landit i ka bë kështu, kjo i ka bë ashtu. Por të tha diçka për nusën, për motrën e vet? Nuk më tha si gjë, tha unë tha s'kam 5-6 muaj që s'fol vetë me ato. S'kishte kontakte. Nuk kontakte, që jam në njëu, am thatë vërtetën se di, po tha, vinë tha, mu mos më vjen qaf, tha, mu vi ka keqta, po unë tha kam 5-6 muaj që s'fol vetë me ato. Ti ja dhe një mesazh Milkës, ndërkohë një mesazh për dy fëmijët ke që prej datës 8 shkurtë. I do babi fort tuj. Vdeksha babi për ju, kaq. Ka marrë malli. Ju do babi ke shtëpia. Janë fëmijët e mi, pse mos i du? Patjetër. Edhe pavarësisht saj që boni, se kanë bëu edhe gjona më të rënda dhe i kanë majt për atë fëmijëve. Kurse kjo më çojnë në burg, okej, po ja bëj halal të 3 muaj gjysmë burg. S'ka problem, i bona 3 muaj gjysmë pushim. 3 muaj pushim tu, 3 muaj gjysmë burg, 6 muaj gjysmë pushim. Tash i çojmë kur të dalim nga rresti i shtëpisë. Ervini, se e sillte me batut me të qeshur, por çështja është serioze. Unë e kuptoj gjithë situatën. Shumë serioze. Unë po të them, na nuk zgjas gjumi natën, jam çumram këtu se këtu kam shkalla që vjen në shtëpia, 5-6 herë natën duke pi cigare. Të besoj. Ai kanë bërë 2 orë gjumë. Ervini, çfarëdo që të ndodhi, edhe nëse ajo vendos që mos të kthehet më tek ty, ka të drejtën e saj, nuk do të rikthehet tek ty. Vazhdon jetën e saj, ti jetën tënde. Padyshim ti të drejtohesh gjykatës dhe gjykata do vendosi të drejtat të takimit që do kesh me fëmijët. Pra, unë këtë se du, po ajo varet pse nga ajo. Ti të kthehet në familje, mos pritet familja, por nëse do ndodhi dhe kjo gjë, ti je babai atyre 2 fëmijëve dhe padyshim do kesh të drejtat e plota ndaj atyre fëmijëve. Po sigurisht, po pastaj hapet më shumë angari tjetër, se ato nuk është se po jetojnë këtu në Sukt apo në Tiranë apo ku e diun Durrës. Ato jetojnë në fshat Odeta ku pula kur i themi në Hagur. 2 herë që kanë qenë atje, mos ta them se si janë më në shtëpi. Po fati im që mësoj atje. S'ke me fatin s'ke. Unë uroj që të bëhet më e mira Ervin, më vjen shumë keq nëse historia është vërtet kështu dhe ty të ka ndodhur kjo gjë, më vjen shumë keq. Është shumë e vërtet kjo. Uroj më të mirën për ty dhe patjetër do bëj rolin e ndërmjetësueses që të lidhe me Milkën. Okej, faleminderit. Të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Faleminderit edhe ti, gjithë mirat. Shumë faleminderit. Me këtë historinë kemi ardhur në fund edhe për këtë live të dashur miq. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që nëna e fëmijëve të Ervinit, bashortja e tij, zonja Milka, ta dëgjoj këtë video, të reagoj dhe uroj më të mirën dhe për ata 2 fëmijë të rriten si me nënën dhe me babain e tyre. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar që zëri juaj të dëgjohet, mund të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99555698 ose mund të më shkruani dhe në rrjetet e mia sociale në Instagram me emrin Odeta Dumemandro. Ky është Instagrami, faqja ime zyrtare. Mund të më gjeni edhe në adresën e rrjeti social TikTok, sërish me të njëjtin emër Odeta Dumemandro. Kjo është faqja ime zyrtare në TikTok. Gjithashtu më gjeni edhe në Facebook Odeta Dumemandro. Ndërsa këtu lart tek fotoja dashur miq, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku unë çdo ditë me ju ndaj histori dhe ngjarje që ju denonconi. Faleminderit.